Po e marrim shembull kafshohet kjo pjesa këtu, pantollat e gjata deri tek këmba poshtë atje. Kjo është elmusi dhe tek koka ka një bri. Shënjestër.net. Kur dalin në natyrë, këpucat do të jenë më të forta dhe të jenë të pantollat e gjata deri tek këmba poshtë atje. Bari ku është më i gjatë është vend më atraktiv për gjarprinët me ndajt në ato vende. Barishtet ku janë, me pas një shkap me vete, kur të ecim, që me largu edhe me mbrojtë edhe vetën prej tyre. Nëse zakonisht po e marrim shembull kafshohet kjo pjesa këtu, atëherë duhet mbi plak lidhet këtë, mirë po jo dhe të shtrëngohet fort në mënyrë që të shkaktohet bllokimi i venave, të mos lejohet që helmi me u deportu në vena dhe me shku pastaj mu transportu edhe mu bardh në zemër që mund me shkaktohet probleme tjera. Patjetër me marrë serumin kundër helmit të gjarprit. Sa më shpejt të shkohet dhe të mirët, mund të themi, intervenimi mjekësor. Po, kjo është elmusi dhe te koka ka një bri që është dallon për gjarmit dhe të jo elmus. Edhe bebzën e syrit e ka më elipsoid e ka më të dalër, mund të themi, jashtë. Dhe kjo është dallimi, ndërsa te koka e gjarprinëve jo elmus është më rrumbullakët dhe do të thotë syrit i kanë më të fundër brenda. Janë edhe vendet ku ka më shumë, do të thotë, ambient me guri kështu me radhë, mund të jenë edhe ato. Janë edhe vendet të papastruara me bari të gjatë që janë zakonisht edhe vende adekuate. Ka raste kur edhe në natyrën i dalim edhe në për plastikat të ndryshme, dhe për pjesët të ndryshme mundën me qenë edhe lloj të gjarprinëve ato. Shënjestër.net